me keqardhje ju them se ky raport e thotë të kundërtën. Dhe kjo unë besoj që është mos respekt në radhë ndaj partnerëve ndërkombëtar, të cilët kanë investuar me 10 miliona euro e bërë shikim funksional të sektorit të fundimit ligjit. Kam qenë pjesë e këtij shikimi prej fillimit dhe kur ka filluar në vitin 2016, 17, në rrugët e vitit, unë ka qenë ndër kampanjat më të rëndësishme që Republika e Kosovës i ka bërë prej çlirimit, mos flas mas shkollës pavarësisë. Por përmes rishikimit funksional kemi bërë një rishikim strukturor, mos poshtë arkitekturës të institucioneve, pastaj të ligjeve, të bashkëpunimit, koordinimit ndër-institucional. Na kujtohet që kishim probleme me luftimin e korrupsionit, që kishim shumë agjenci, nuk di ke kush për çka është kompetente për me luftu korrupsionin. Kishim do të thotë probleme pothuajse sistematike. Ku kemi përfundu fatkeqësisht si këtë mund të themi që kemi përfundu ku as ndoshta 30-40 mos i hak që marrin ka më shumë detaje e strategjisë nuk është zbatuar. Tash ju tregoj është raporti i tretë që ne si këtë publikojmë do të thotë në 3 ditë të fundit për çdo vit për strategji. Rrugës kemi bërë fatkeqësisht që shumë ligje që janë miratu në 2-3 vitet të fundit janë miratu në kundërshtim me vetë objektivat e strategjisë. Këtë kemi një parti politike në pushtet, e cila ka miratu strategjinë 2021-2026, është pajtu me këtë strategji, edhe është pajtu do të thotë me aktivitetet, objektivat që kemi ndërmarrë për me spajtu në 5 vjet në vazhdim. Fatkeqësisht do të thotë kemi një numër të madh të ligjeve që fatkeqësisht janë hartuar me kundërshtim me vetë strategjinë. Ne marrim shembull nëse më lejohet ligji për Këshillin Kryar të Kosovës, që ka ndodhur për herë parë besoj jo është Kosovë, por komendohet në shtet tjetër. Përderisa është miratuar lexim parë Kuvendin e Kosovës, qeveria filloi plotësim ndryshimin e tij. Alo po miratuar ne të leçë shqupit ne të qeveri. Alo po miratuar kuvend e fillon plotësim ndryshimin. U kupton që pse këtë çështje tregon se është ka qenë jo serioze, edhe so e pa drejt një mënyrë të thotë mënyra se si janë çështje strategjisë. Në anën tjetër në vitin e kaluar tash kemi këtë institucione KGKPK, shërbim korrektues, agjenci që zbatojnë ligjin. E kemi problemi i akuzu këto institucione pse nuk i kanë përmbush aktivitetet, obligimet, sepse qeveria i ka lënë pa plan veprimit. Do thonë viti 2024, 25, 26 na kanë shku fushata, po s'kan pas ku ministrit, qeveria më marrë do të me objektet me do të thotë dokumentet strategjike më të rëndësishme përsëris nuk besoj që ka pas dokument strategjik më të rëndësishëm në Republikën e Kosovës sa kjo strategji. Unë po mbyll këtu mos më hin hak çemës mos më përsërit, edhe një herë faleminderit shumë për pjesëmarrjen dhe shpresojmë në debat, në diskutim lidhur me gjetjen e raportit. Siç edhe e paraqet titulli Reforma në ngërç reflekton gjendjen aktuale të kësaj reforme në sundimin e ligjit në Kosovë. Një reformë që filloi me pritje të mëdha, por që sot pas pothuajse 5 vite të miratimit të saj vazhdon të përmballet me vonesa, mungesë koordinimi, riplanifikim të dobët dhe progres të kufizuar në zbatim. Në fakt kjo strategji u konsiderua si nga institucionet vendore dhe partnerët ndërkombëtar si ndërhyrja më ambicioze në sektorin e drejtësisë pas pavarësisë së Kosovës. Megjithatë, pas më shumë se 5 viteve të zbatimit, gjetjet e raportit tregojnë se strategjia në mas të madhe nuk është zbatuar mjaftueshëm. Një nga problemet më serioze të kësaj strategjie ka qenë mungesa e vazhdimësisë në zbatim. Plani veprimit fillestar përfundoi në vitin 2023 dhe gjatë vitit 2024 ne nuk kemi pas një plan të veprimit dhe nuk kemi pas institucione funksionale në zbatimin e këtij plani të veprimit. Në praktik, kjo krijoi një vakum prej pothuajse një viti në zbatim të strategjisë. Përveç vakumit një vjeçar, procesi i rishikimit të strategjisë dhe hartimit të planit të veprimit 2025-2026 nuk arriti të adresoj mangësitë kryesore të identifikuara në zbatimin e strategjisë dhe planit të veprimit fillestar.
Shumica aktiviteteve në plan të veprimit 2025-26 nuk janë të kostuara, ndërsa mungesa e vlerësimit të ndikimit buxhetor ngre pikpyetje në ligjshmërinë e miratimit të atij plani. Pra, në vend që të kemi një rishikim që i shërbente si korrigjim i strategjisë, ne kemi një vazhdimsi, në mos të madhe një vazhdimsi dhe ripaketim e aktiviteteve ekzistuese. Siç e dini, në kuadër të zbatimit të strategjisë për sundimin e ligjit, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka qenë një ndër institucionet kyçe bardhëse të reformave në sistemin e drejtësisë, duke ushtruar rol aktiv jo vetëm në zbatim, por edhe në udhëheqje, koordinim dhe konsolidim të proceseve strategjike në nivel shtetëror. Fillimisht duhet theksuar se gjatë periudhës 2021-2024 nuk ka ekzistuar një plan veprimi i miratuar për zbatimin e strategjisë për sundimin e ligjit. Megjithatë, edhe në mungesë të një kornize të unifikuar të planifikimit strategjik, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka siguruar vazhdimsinë dhe funksionalitetin e reformave përmes planeve vjetore të punës dhe mekanizmave të brendshëm institucional, duke garantuar që objektivat strategjike të mos mbesin vetëm në nivel deklarativ, mirë po edhe të materializohen përmes veprimeve konkrete dhe rezultateve të matshme. Në këtë periudhë, Këshilli ka vepruar si faktor stabiliteti institucional, duke ruajtur ritmin e reformave dhe duke siguruar funksionim normal të sistemit gjyqësor, pavarësisht sfidave institucionale dhe mungesës së një plani të integruar veprimi. Me rishikimin e strategjisë për sundimin e ligjit dhe miratimin e planit të veprimit për vitin 2025, është krijuar pastaj një bazë më e strukturuar dhe funksionale për koordinimin institucional, monitorimin sistematik dhe zbatimin efektiv të reformave në sektorin e drejtësisë. Si nënshkrues i deklaratës së përbashkët të zotimit, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka marrë pjesë aktive në hartimin dhe zbatimin e këtij plani, duke dëshmuar përkushtim institucional dhe leadership në avancimin e sistemit gjyqësor. Një rol veçanërisht i rëndësishëm është shënuar gjatë periudhës kur Komiteti Drejtues i Strategjisë është udhëhequr nga kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Raporti që kemi sot pranë vetes dhe që po na prezantohet sot sjell gjetje serioze lidhur me zbatimin e strategjisë për sundimin e ligjit dhe planit të veprimit 2025-2026. Si kryesuesi i Këshillit Prokural të Kosovës, e konsideroj të rëndësishëm që këto gjetje të trajtohen me përgjegjësi, seriozitet dhe gatishmëri për reflektim institucional nga të gjithë ne që na referohet. Është e vërtetë se raporti evidenton vonesa në zbatimin e disa aktiviteteve strategjike, mungesë të koordinimit ndërinstitucional dhe sfidat në monitorimin efektiv të reformave. Po ashtu raporti thekson edhe mungesë të planit të veprimit gjatë vitit 2024 dhe miratimi me vonesë i planit të ri, natyrisht që këto kanë krijuar edhe vështirësi reale në operacionalizimin e strategjisë për sundimin e ligjit. Këto janë çështje që nuk duhet të relativizohen. Megjithatë, po aq e rëndësishme është edhe që krahas kritikave dhe sfidave të evidentohen edhe zhvillimet konkrete që sistemi prokurar ka arritur gjatë vitit 2025, periudhë që mbulon pra ky raport e deri më sot, sepse vetëm përmes një pasqyrë të balancuar mund të kuptohet realisht progresi dhe sfidat e reformës. Këshilli Prokural i Kosovës, si një ndër aktorët kryesorë të këtij procesi, ka një sër aktivitetesh të parapara në këtë plan të veprimit për vitin 2025. Është me rëndësi të theksohet se edhe në raportin monitorues evidentohet se Këshilli Prokural i Kosovës dhe sistemi prokurar në përgjithësi ka një përqindje relativisht të lartë të zbatueshmërisë së aktiviteteve rreth 53% dhe vetëm 2 aktivitete të përfunduara. Kjo tregon për kushtimin institucional dhe seriozitetin me të cilën sistemi prokurar i është qasur obligimeve që dalin nga strategjia për sundimin e ligjit. Natyrisht, ne jemi të vetëdijshëm se ka ende shumë punë për të bërë dhe se reforma në drejtësi është proces i vazhdueshëm dhe kritikat konstruktive do të na shërbejnë si shtysë që të vazhdojmë edhe më shumë për kushtimin, profesionalizmin dhe përgjegjësinë. Raporti me të drejtë ngrej shqetësime për nevojën që reformat të mos mbeten vetëm në nivel formal apo procedural. Këto janë çështje që kërkojnë reflektim institucional dhe bashkëpunim më të madh ndërmjet të gjithë institucioneve përgjegjëse. Po ashtu, gjithë ne duhet punuar se duhet
ta pranojmë se zhvillimet institucionale gjatë viteve të fundit kanë ndikuar drejt për drejt edhe në dinamikën e reformave në drejtësi. Megjithatë, pavarësisht këtyre rrethonave, sistemi prokurial ka vazhduar të funksionojë, të avancojë proceset, të zhvillojë kapacitetet profesionale dhe të ruaj funksionalitetin e vet institucional. Një ndër sfidat kryesore me të cilat po ballafaqohemi në vazhdimsi është numri i mangët, numri i ulët pra i prokurorëve. Kjo është një çështje reale dhe e përditshme për sistemin prokurial që paraqet një sfidë strukturore që ndërlidhet me buxhetin dhe ndikon drejt për së drejti në efikasitetin e sistemit prokurial. Kohët e fundit është rritur numri i gjyqtarëve, pra siç e dini, sepse ka pasur disa procese rekrutuese për gjyqtarë, ndërsa numri i prokurorëve nuk ka ndjekur të njëjtin ritëm, duke krijuar një disproporcion të dukshëm ndërmjet këtyre dy komponenteve kyç të sistemit të drejtësisë. Ky mosbalancim po reflektohet edhe në praktikë përmes shtimit të rasteve të dështimit të seancave gjyqësore për shkak të pamundësisë së përfaqësimit nga ana e prokurorëve, gjë që ndikon negativisht dhe edhe në efektivitetin e procedurave dhe besimin e publikut në sistemin e drejtësisë. Në shumë raste, kjo situatë po rezulton po ashtu edhe me ngarkesë të tepërt të prokurorëve me përfaqësim në numër shumë të madh të seancave për të evituar pra dështimin e tyre. Gjë që po ndikon në zvoglimin e kohës së prokurorëve për të dedikuar në hetime pra sa më cilësore. Nuk mund të presim rezultate më të shpejta, hetime më komplekse dhe luftë më efektive kundër kriminalitetit pa investime konkrete në kapacitetet njerëzore dhe profesionale. Në veçanti sfidues për ne ka qenë menaxhimi i prokurisë themelore në Mitrovic pas dorëheqjes, si gjithë e dini, të prokurorëve nga komuniteti serb, ku ka mbetur në ngarkesë e madhe lëndëve të tyre të që janë bartur tek prokurorët tjerë pra në atë prokuri. Këshilli, siç e dini, në vazhdimsi ka bërë përpjekje dhe ka transferuar prokurorë atje në mënyrë të jashtëzakonshme, pra po kuptohet përkohësisht për t'i dalë në ndihmë asaj prokurie, por keni parasysh se zgjidhjet e përkohshme e kanë edhe rezultatin e përkohshëm. Të nderuar pjesëmarrës, reforma në drejtësi nuk është proces që matet vetëm me statistika, por as nuk mund të vlerësohet pa to. Nuk është proces që përfundon me miratimin e një strategjie, por me ndikimin konkret që qytetarët ndjejnë në jetën e tyre të përditshme. Prandaj raportet monitoruese të shoqërisë civile ne i shohim si duhet të shihen dhe atë si mundësi për reflektim dhe për përmirësim. Këshilli Prokurial i Kosovës mbetet i përkushtuar për të vazhduar bashkëpunimin me shoqërinë civile, partnerët ndërkombëtar dhe institucionet vendore me qëllim të avancimit të mëtejmë, të sundimit të ligjit, forcimin e integritetit institucional dhe rritjes së besimit të qytetarëve në sistemin prokurial. Si gjithmonë, KPK do të vazhdojë të kontribuojë në mënyrë aktive në mekanizmat e strategjisë për sundimin e ligjit, përfshirë raportimin e rregullt, profesional dhe të saktë. Në fund, dua të theksoj se sfidat që identifikohen sot nuk duhet të na dekurajojnë, por duhet të na motivojnë për më shumë punë, më shumë koordinim dhe më shumë përgjegjësi institucionale. Ju falenderoj. Faleminderit zotëri Marmullahaj që ka dhënë inputet e veta për ta bërë një strategji që do të jetë dokument shumë i rëndësishëm që përfaqëson dokumentin pothuajse strategjik